Prej disa ditësh, kultivuesit e shalqirit në Divjak kanë filluar të vjelin prodhimin. Mbi 450 hektar janë të kultivuara këtë vit në këtë zonë, çka do të thotë 20% më shumë se sezoni kaluar bujqësor. Aktualisht, çmimi i shalqirit është sipas cilësisë dhe varieteteve dhe varion nga 45 lek për tregun e brendshëm dhe 80 deri në 100 lek për tregun e jashtëm. Kemi filluar vjelën e shalqirit, kemi gati një javë, kemi 600 lek, edhe vazhdojnë aktualisht 350-400 lek sot, selini. Bejo 4 deri në 4,5, ishtë një varietet tjetër. Fermerët e Divjakës, sipërfaqet e mbjella kanë kryesisht të destinuara për tregun e jashtëm, vendet e rajonit, por edhe në Evropë për shkak të cilësisë së lartë dhe hershmërisë. Tregtojmë tregun e Tiranës me shumicë, marrim çdo vit këtu në Divjak, ne fillojmë atë edhe pastaj dalim në vende të tjera. A pëlqet në tregun e Tiranës shalqiri i Divjakës? Patjetër. Shumë, është cilësor. Me çmimet aktuale, fermerët janë të kënaqur. Temperaturat e larta të këtyre ditëve do të sjellin pjekjen e menjëhershme të kulturës së shalqirit dhe mosfutja me kapacitete të plota të eksportit do të çojë në fenomenin e përsëritur vit pas viti të rënies së menjëhershme të çmimit. Kjo pasi tregu i brendshëm merr vetëm 20% të prodhimit të brendshëm, pasi pjesa tjetër është për eksport. Ne kemi filluar dhe jemi gati dhe për eksport dhe për treg brendshëm, po tregu brendshëm nuk na përballon dot. Vinë marrin nga 3-4 kujtal, kush dhe e haj, kush dhe e bëj, po nuk pati mjete për eksport tiki jashtë, ne jemi të marrur. Se çdo familje, çdo fermer këtu ka paktën me i dobti që jam unë me i vjerë që punoj vetëm me gruan, kam 5-2 lymë shalqi. Nërsa tjerët kanë dhe nga 1 hektar dhe nga 2 hektar, kanë sipërfaqe. Këto lyshme, çfarë çmimi po e shisin tani? Çmimin unë për vete nuk kam filluar, po ca thonë 400 lek. Po, faleminderit. Unë nuk kam dalë në treg, pse të gënjej veten kohët me vjalë, po duke parë që nuk ka rrugë, do të thotë që edhe çmimi bie gjithmonë. Atëherë në ra çmimi do shkoj 200 lek që do fitoj unë me dhe. Nuk fitoj asgjë, domethënë dal jek me shpenzimet. Pra ju synimin kryesor e kishit për eksport. Eksporti ende s'ka filluar të marrë. Po ne me të synim e mbjellim shalqirin, nuk e mbjellim për të hënë Shqipëria. Për të hënë Shqipëria ka bache plot. Se kanë hyrë gjithë në punë tani. Nuk punon vetëm Divjaka. Punojnë gjithë zonat. Edhe kështu që po nuk hap rruga eksportit, ne jemi të marrur.